Përshëndetje. Sot do flasim për shkallët e ndajfoljeve. Ashtu si mbi emrat, edhe ndajfoljet kanë një veçori gramatikore të veçantë që nuk e kanë pjesët e tjera të ligjëratës. Ato përdoren në 3 shkallë: shkalla pohore, krahasore dhe sipërore. Shkalla pohore shërben si bazë për të ndërtuar shkallën krahasore dhe shkallën sipërore. Marrim disa ndajfolje: shumë, pak, mjaft, kaq, aq, këto përdoren në shkallën pohore. Marrim një shembull. Amerika ndodhet larg. Shkalla krahasore ka si bazë një krahasim. Ndajfolja në shkallën krahasore ka 2 pjesë, pjesën e parë dhe pjesën e dytë. Pjesa e dytë mund të jetë më e ulët, mund të jetë më e lartë, mund të jetë dhe e barabartë me pjesën e parë. Shkalla krahasore e barazisë tregon se të dyja pjesët janë në shkallë të barabarta. Për shembull, këmbët nuk i bindeshin më aq lehtë sa lagështia e kishte depërtuar deri mbi gjuhë. Shkalla krahasore e lartësisë tregon se gjymtyra e parë e krahasimit është më e lartë se gjymtyra e dytë. Përdoren këto lëza: se ose nga, ose një fjalë krahasore. Për shembull, për këtë shkallë përdoren ndajfoljet shumë dhe pak. Ata punonin shumë shpejt nga të tjerët. Tani e ndjej veten pak më mirë. Shkalla krahasore e ultësisë tregon se gjymtyra e parë qëndron më ulët se gjymtyra e dytë. Përdoren ndërtimet e tipit, jo aq sa, aq dhe plus ndajfolje. Tani nuk i merrte punët aq rrëmbyer.